Muzeu i luftës së ftohtë vazhdon të ngjallë kërshëritë e turistët që Gjirokastra pret tashmë në të 365 ditët e vitit. Janë të huajt ata kryesisht që shfaqin interes të lartë për ta vizituar, nisur edhe nga ato që kanë lexuar apo dëgjuar për sistemin e kaluar në Shqipëri. Mendojmë se është shumë interesante të mësojmë rreth historisë së Shqipërisë dhe një periudhë mjaft e rëndësishme për këtë vend është ajo e komunizmit. Tunelet janë një formë që tregojnë këtë. Jam i manitur nga mënyra se si udhëheqësi i atëhershëm mendonte të mbronte vendin përmes ndërtimit të tuneleve. Kjo është edhe arsyeja pse zgjodha ta vizitoj tunelin këtu në Gjirokastër. Sot në ambientet e tij u çel edhe një ekspozit me botimet e autorëve vendase të huaj të ndaluara para viteve 90. Te kjo ekspozit janë pasqyruar botime të ndryshme që ishin të ndaluara në periudhën e komunizmit. Kemi autorë shqiptar dhe të huaj. Disa nga autorët shqiptar janë Ismail Kadareja me botimet Pallati i Ëndrave dhe Përbindshi, Gjergj Fishta me Lahutën e Malsis, kemi disa botimet Fajkonicës, Ernest Koliqit. Kësaj ekspozite nuk mund t'i mungonte edhe Musine Kokalari, vajza Gjirokastrite. Përkohësisht ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 27 mars, por mendojmë që kjo ekspozit bëhet pjesë e përhershme e tunelit të luftës të ftohtë. Gjatë 2025-s, ky muze ka pritur 20.610 vizitorë. Si pikë e vizitueshme në qytetin tonë, vizitorët pranë këtij tuneli janë të informuar me historikun, por duke e shkelur dhe përjetuar vetë një vizitë të udhëhequr nga ciceronët e muzeut, shprehin një interes të veçantë për periudhën e shfrytëzimit, për objektet origjinale që ndodhen brenda muzeut dhe bëjnë krahasimin vizitorët që vinë nga ish sistemet komuniste bëjnë një lidhje të veçantë me sistemin e asaj kohe në Shqipëri, duke qenë se ishte edhe më i izoluar se sa vetë vendet e Europës. Tuneli luftës së ftohtë është ndërtuar në periudhën 1970-1980 me funksion strehimin e ish-udhëheqjes së asaj kohe në rastin e një sulmi të mundshëm ushtarak, që prej vitit 2014 i shtuar listës së muzeve në qytetin e UNESCO-s.